Autobusët e linjave ndërqytetase interurbane dhe një pjesë atyre ndërkombëtare kanë vijuar normalisht aktivitetin e tyre edhe këtë të martë në terminalin e vjetër të transportit të udhëtarëve, i vendosur në ish zonën e rrugës së re në qytetin e Vlorës. Pamjet që po ndiqnin në ekran janë filmuar nga televizioni 6+ Vlora gjatë paradites dhe tregojnë qartë se pavarësisht diskutimeve dhe vendimeve për zhvendosjen e aktivitetit, shumica e autobusëve vazhdojnë të operojnë nga ky stacion. Autobusët e linjave që lidhin Vlorën me qytete të ndryshme të vendit, si dhe një pjesë e linjave ndërkombëtare, kanë kryer nisjet dhe mbërritjet e tyre në mënyrë të zakonshme. Drejtuesit e mjeteve dhe përfaqësues të shoqërive të transportit shprehen se kundërshtimi i tyre ndaj stacionit të ri nuk është thjesht një reagim formal, por lidhet drejt për drejt me mungesën e kushteve që sipas tyre duhet të përmbush një terminal i mirëfillt udhëtarësh. Ata theksojnë se stacioni i ri nuk ofron infrastrukturën e nevojshme për funksionimin normal të linjave, si hapësira të mjaftueshme për parkim, sinjalistik të përshtatshme, kushte sigurie, si dhe ambient shërbimi për pasagerët. Sipas shoferëve, një tjetër shqetësim lidhet me rrezikun e shtuar për aksidentet rrugore. Ata deklarojnë se zona ku ndodhet stacioni i ri, pranë lidhjes së autostradës me rrugën transballkanike, është një segment me qarkullim të dendur mjetesh dhe manovrat e autobusëve në këtë hapësirë krijojnë situata të rrezikshme, si për drejtuesit e automjeteve, ashtu edhe për qytetarët. Jashtë kamerave, drejtuesit e linjave shprehen se përveç problemeve infrastrukturore, sektori i transportit ndodhet edhe në një krizë të thellë ekonomike. Sipas tyre, zhvendosja në një zonë më të largët nga qyteti do të sjellë rënje të ndjeshme të numrit të pasagerëve. Qytetarët preferojnë stacionin e vjetër, i cili ndodhet pranë zonave të banuara dhe lidhet drejt për drejt me linjat e transportit urban. Ndërkohë, disa drejtues shprehen se nuk do të kenë punë në atë stacion, duke shtuar se pasagerët e kanë të vështirë të shkojnë deri atje, veçanërisht të moshuarit, studentët dhe personat që udhëtojnë me bagazhe. Sipas tyre, stacioni aktual është më funksional, më i aksesueshëm dhe më i njohur për qytetarët. Për transportuesit, kjo lëvizje duket se nuk është shoqëruar me një plan të qartë funksional dhe pa u marrë parasysh realiteti ekonomik i linjave të udhëtarëve. Autobusët vazhdojnë të operojnë nga terminali i vjetër, ndërsa drejtuesit kërkojnë dialog me institucionet për të gjetur një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët. Ata kërkojnë që çdo vendim i arshëm të bazohet në kushte reale pune, siguri rrugore dhe interesin e pasagerëve. Nëse nuk do të ketë një marrëveshje apo një përmirësim konkret të kushteve në stacionin e ri, drejtuesit paralajmërojnë se do të vazhdojnë aktivitetin në terminalin aktual, duke theksuar se prioriteti tyre mbetet siguria, funksionaliteti, si dhe mbijetesa ekonomike e këtij shërbimi etik për qytetin.